إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Të gjitha lavdërimet I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë e lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja veteve tona dhe e punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që e çojnë humbje nuk ka kusht ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij, si dhe mbi të gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit. E më pas, robërt Allahut, sot do të flasim për disa nga ngjarjet e mëdha të cilat ndodhen para se pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam t'i zbriste shpallja nga Zoti I gjithësisë. Sot do të mjaftohemi me lejen e Allahut të lartësuar vetëm me 3 ngjarje. Ngjarja e parë është pjesëmarrja e profetit sallallahu alaihi wasallam në Hilful Fudul, domethënë në beslidhjen e virtyteve fisnike. Ngjarja e dytë është martesa e tij sallallahu alaihi wasallam me Khadijën radhiyallahu anha, ndërsa ngjarja e tretë është ndërtimi I Qabes dhe çështja e gjykimit për vendosjen e gurit të zi. Sa I përket pjesëmarrjes së tij sallallahu alaihi wasallam në beslidhjen e virtyteve fisnike, ai ka thënë: "Shahidtu ma'a umumati hilf al-mutayyibin, fama uhibbu an ankuthahu wa anna li humran na'am." Ka marrë pjesë me xhaxhallarët e mi në beslidhjen e mutayyibinëve dhe nuk do të më pëlqente ta thyja atë beslidhje, edhe sikur të më jepeshin devet e kuqe, të cilat janë devet më të çmuara dhe më të shtrejta. Pra kjo është një beslidhje që është kryer para se t'i vinte shpallja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një beslidhje pra që është lidhur midis mosbesimtarëve, ku mori pjesë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një beslidhje e cila synonte që të ndihmonte të shtypurit, të ndihmonte atë cilët është bërë pa drejtësi. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot gjithashtu: "Ma shahidtu hilfan li Qurayshin illa hilfa al-mutayyibin, wa ma uhibbu anna li humran na'mi wa anni kuntu naqadtuh." Nuk ka marrë pjesë në ndonjë beslidhje të Kurejshve përveç beslidhjes së mutayyibinëve, dhe nuk do të më pëlqente të kisha devet më të çmuara duke prishur atë beslidhje. Robërt Allahut, me beslidhjen e mutayyibinëve që përmendet në hadithe, është për qëllim beslidhja e virtyteve fisnike. Pra siç e përmend edhe pak më parë, kjo beslidhje u bë në shtëpinë e Abdullah ibn Gjudanit. Ata u mblodhen të gjithë së bashku dhe u zotuan se në Mekë nuk do të linin asnjë të shtypur, qoftë prej banorëve të saj apo prej atyre që vinin nga jashtë, pa I dalë në ndihmë dhe pa e u ngritur kundër zullumçarit, derisa t'ia kthenin të drejtën atij që I është bërë pa drejtësi. Pra kjo ishte një marrëveshje për të ndihmuar njëri tjetrin në mbrojtjen e të shtypurit dhe në marrjen e së drejtës së tij nga zullumçari para ardhjes së Islamit. Pra shikoni robërt Allahut, në kohën e ignorancës para Islamit, njerëzit nuk e donin pa drejtësinë dhe ngriheshin kundër zullumçarit. Atëherë si është puna që në këtë shekullin e qytetërimit dhe përparimit siç pretendojnë, nuk shohim pothuajse askënd që t'i dalë përballë zullumçarit dhe të thotë: "Kini frikë Allahun." Nuk shohim askënd që të qëndrojë krah të shtypurit.
Madje edhe nëse ndodh që të ketë shpesh reagime në kohë dhe vende të caktuara për refuzimin e së keqes dhe largimin e padrejtësisë, prapë se prapë ato kanë mangësi dhe nuk i plotësojnë kushtet e dispozitave islame. Ndaj edhe në shumicën e rasteve ato përfundojnë me dështim apo me pasoja të rënda dhe në dëm të shoqërisë. Megjithëse kjo nuk është për të habitur, sepse jo besimtarët janë një front i vetëm kundër islamit dhe muslimanëve. Ata janë bashkuar të gjithë bashkë për ta zhdukur islamin dhe muslimanët, por kur nuk do të arrijnë atë që dëshirojnë. Ummeti islam, nëse kthehet tek feja e tij, është në gjendje të udhëheqë këtë botë drejt lumturisë së kësaj bote dhe të botës tjetër. Por kur ummeti u largua nga feja e tij, përveç atyre që i mëshiroi Zoti im, ndodhi ajo që ndodhi. Prandaj robërt Allahut, kthehuni tek feja juaj, pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha tabaya'tum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad, sallata Allahu alaykum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kur të bëni shitblerje me ina, pra një lloj shitblerje ndaluar, dhe të kapeni pas bishtave të lopëve, si dhe të kënaqeni me bujqësinë dhe ta lini xhihadin, Allahu do të hedhë mbi ju një poshtrim që nuk e largon prej jush derisa ju të ktheheni tek feja juaj. Prandaj fitoria vjen vetëse nga Allahu, ashtu sikur se thot Allahu në librin e tij: "Wa man nasru illa min indillah." Fitoria nuk vjen vetëse nga Allahu. Robërt Allahut, ndërsa sa i përket martesës së profetit sallallahu alaihi wasallam me Khadijën radiallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim të jetës së tij merrej me ruajtjen e deleve. Më pas ai u mor me tregti, ndërsa Khadija radiallahu anha, bia e Khuwailidit, ishte një grua tregtare me pozitë të lartë dhe pasuri. Ajo i punësonte burrat për të tregtuar me pasurinë e saj dhe u jepte atyre një pjesë të fitimit. Kurejshët ishin një popull që merrej me tregti. E kur Khadijës i erdhën lajme të mira për të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, do më thënë që ai flet të vërtetën, ka besnikëri të madhe dhe moral të lartë, ajo i dërgoi fjalë dhe i propozoi që të dilte që bënte tregti pra për Khadijën në Sham. Me pasurinë e saj, duke i dhënë shpërblimin më të mirë që u jepte tregtarëve të tjerë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pranoi këtë ofertë dhe u nis për në Sham me mallin e saj. Bashkë me të udhtoi edhe shërbëtori i saj, i cili quhej Meisara. Dhe derisa arritën në Sham, kur u kthyen në Mekë dhe Khadija pa bereqetin që Allahu kishte vendosur në pasurinë e saj, gjë që nuk e kishte parë më parë, dhe dëgjoi për cilësitë e tij fisnike dhe moralin e tij të lartë, e kuptoi se kishte gjetur atë që kërkonte. Ndaj ajo i tregoi një shoqe të saj atë që kishte në zemër, dhe shoqja shkoi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i hapi bisedën për martesë me Khadijën. Ai e pranoi këtë propozim nga ajo, pastaj foli me xhaxhallarët e tij, të cilët shkuan tek xhaxhai Khadijës radiallahu anha dhe e kërkuan atë për martesë. Pas kësaj martesa u realizua. Dhe në atë kohë Khadija ishte 40 vjeç. Ajo ishte gruaja më e nderuar e fisit të saj për nga prejardhja, pasuria dhe mençuria. Ajo ishte gruaja e parë me të cilën u martua i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai nuk u martua me asnjë grua tjetër gjatë jetës së saj derisa ajo vdiq radiallahu anha, dhe të gjithë fëmijët e profetit sallallahu alaihi wasallam ishin prej saj përveç Ibrahimit. Robërt Allahut, le të njihemi me nënën e besimtarve Khadija bintu Khuwailid radiallahu anha përmes haditheve dhe transmetimeve të sakta. Së pari, pozita e Khadijës mes grave të botës. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam:
hasbuka min nisa'il alamin Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid wa Fatimatu bintu Muhammad wa Asiyatu mra'atu Fir'aun. Mjafton për ty nga gratë e botës Maryamja bia Imranit, Khadija bia e Khuwailidit, Fatimja bia Muhammedit dhe Asia gruaja e Fir'aunit. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: khayru nisaiha Maryamu bintu Imran wa khayru nisaiha Khadijatu bintu Khuwailid. Gruaja më mirë e kohës së saj ishte Maryamja, bia e Imranit, dhe gruaja më mirë e kohës së saj ishte Khadija, bia e Khuwailidit. Kuptimi i fjalës së profetit sallallahu alaihi wasallam, gruaja më mirë e kohës së saj, do me thënë se secila prej tyre ishte gruaja më mirë në tokë në kohën kur jetoi. Së dyti, pozita e Khadijës radiallahu anha tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Aisha radiallahu anha ka thënë: unë nuk kam ndjer xhelozi ndaj asnjërës prej grave të profetit sallallahu alaihi wasallam, aq sa kam ndjer ndaj Khadijës, megjithse nuk e kam takuar kurrë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur therte një dele thoshte: dërgojini një pjesë shoqeve të Khadijës. Një ditë unë u zemrova dhe thash: Khadija. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: inni qad ruziqtu hubbaha. Vërtet, mua më është dhuruar dashuria për të. Pra ajo mërzit dhe u zemrua pse gjithmonë e përmend Khadijën, ndërsa ai thot vërtet mua më është dhuruar dashuria për të. Po ashtu Aisha radiallahu anha ka thënë: unë nuk kam ndjer xhelozi ndaj asnjë gruaje të profetit sallallahu alaihi wasallam, aq sa kam ndjer ndaj Khadijës, për shkak se ai e përmendte shumë shpesh atë, megjithse unë nuk e kisha parë kurrë. Po ashtu Aisha radiallahu anha ka thënë: profeti sallallahu alaihi wasallam nuk u martua me asnjë grua tjetër gjatë kohës sa ishte gjallë Khadija, derisa ajo vdiq. Ndërsa në një transmetim tjetër thot: hala bia e Khuwailidit, motra e Khadijës, njëherë pra kërkoi leje për të hyrë tek i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Kur ai e dëgjoi mënyrën e kërkimit të lejes së saj, ju kujtua Khadija dhe u kënaq shumë dhe tha: Allahumma halata bint Khuwailid, Allah hala bia e Khuwailidit. Atëherë thot më kaploj xhelozia dhe thash: pse përmend vazhdimisht një grua të moshuar prej grave të Kurejshve, me mishrat e dhëmbëve të skuqur, e cila ka vdekur prej kohësh, ndërkohë që Allahu të ka dhënë më të mirë se ajo. Pra pozita e saj tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte aq e madhe sa që ai nuk e harronte atë edhe pas vdekjes së saj. Së treti, pozita e Khadijës radiallahu anha në xhennet. Nga Ibn Abbas radiallahu anhuma transmetohet se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vizitoi 4 vija në tokë dhe tha: a e dini se çfarë janë këto? Ata thanë: Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: gratë më të mira të banorëve të xhenetit janë Khadija bia e Khuwailid, Fatimja bia e Muhammedit, Asia bia e Muzahimit, pra e gruaja e Firaunit, dhe Maryamja bia e Imranit. Këtë ka transmetuar Imam Ahmedi dhe ka saktuar Sheikh Al-Albani, Allah më shiroft. Së katërti, Gjibrili a.s. i përcjell Khadijës selamin nga Zoti i saj dhe përgëzon atë me një pallat në xhennet. Ndaj nga Abu Huraira radiallahu anhu transmetohet se Gjibrili a.s. erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha: kjo është Khadija që po vjen. Me vete ka një enë me gjell ose ushqim ose pije. Kur të vi, përcjellja selamin nga Zoti i saj dhe nga unë, dhe jepi lajmin e gëzuar për një shtëpi në xhenet prej kallamit të zbrazët ku nuk ka zhurmë dhe as lodhje.
Hadithin e ka transmetuar Bukhari dhe Muslimi. Së pesti Khadija radiallahu anha ishte ajo që qetësoi të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam kur ati zbriti shpallja në shpellën Hira. Ajo i tha, jo, pasha Allahun nuk do të turpëroj kurrë. Vërtet ti mban lidhjet farafisnore, e ndihmon të dobtin, ushqen të varfrin, nderon musafirin dhe i ndihmon njerëzit në belat e të vërtetës. Ajo radiallahu anha ishte e para që besoi në të, e vërtetoi mesazhin e tij dhe qëndroi pranë tij duke mbështetur pra me veten dhe pasurinë e saj. Kjo ishte Khadija radiallahu anha. Pra, kjo ishte Khadija dhe vlerat që kishte ajo. Dhe që ne pra do të kemi respekt për Khadijen dhe do të kemi respekt në përgjithësi për gratë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa amtinanihi. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. Robert Allahut, sa i përket ndërtimit të Qabes dhe çështjes së gjykuesit, kjo ndodhi sipas mendimit më të saktë 5 vjet para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar thot në librin e tij: Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Më të vërtet shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit është ajo që është në Mekë, ai që është e begat dhe udhëzim për mbar njerëzimin. Në të ka argumente, shenja të qarta, maqami Ibrahimit, dhe ai që futet në të, ai është i sigurt. Nga Ebu Dherri radiallahu anhu transmetohet se ka thënë: e pyeta të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, cila ishte xhamia e parë që u vendos në tokë? Ai tha, Masjidul Haram. Pra, Masjidul Haram, xhamia e haremit që është në Qabe. Thash pastaj cila? Ai tha, Masjidul Aqsa. Pra, xhamia e Aqsa në xhamia në Palestinë. Thash sa kohë ka ndërmjet tyre? Ai tha 40 vjet. Pra midis dy xhamive, periudha kohore e ndërtimit midis tyre është 40 vjet. Dhe këtë transmeton Buhariu dhe Muslimi. Robert Allahut, shtëpia e shenjtë pra Qabja në atë kohë u dëmtua nga shirat e mëdha apo nga një zjarr që goditi. Kështu Kurejshet rindërtuan atë dhe profeti sallallahu alaihi wasallam mori pjesë në ndërtimin e saj. Ndaj nga Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu për cilët se ka thënë: kur po ndërtohej Qabja, profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Abasi shkuan të mbartnin gur. Abasi tha profetit sallallahu alaihi wasallam: vendose izarin tënd mbi qafë që të mbrojë nga gurët. Atëherë ai ra për tokë dhe shikimi i tij u ngrit drejt qiellit, domethënë i humbi ndjeja. Pastaj erdhi në vete dhe tha: izarim, pra po kërkonte izarin e tij, sepse i ishte hequr nga trupi i tij. Dhe e shtrëngoi përsëri izarin e tij. Kurejshet vazhduan ndërtimin e Qabes dhe kur arritën tek vendi ku duhej të vendosej guri i zi, filluan të ngrinden mes njëri tjetrit, se kush do ta vendoste atë pra në vendin që i takonte gurit. Atëherë ranë dakord, kur panë që s'po merreshin vesh me njëri tjetrin, ranë dakord që gjykatës mes tyre të ishte njeriu i parë që do të hynte nga ajo derë. Pra njeriu i parë që do të hynte, do ta merrshin për gjykatës midis tyre. Kështu që i pari që hyri ishte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe hyri nga dera e Beni Shejbes. Atëherë ai kërkoi, pra mbasi ata vendosën që ta marrin për gjykatës, ai kërkoi një copë pëlhure
dhe e vendosi gurin e zi në mes të saj, dhe urdhëroi që çdo fis të kapte nga një anë të pëlhurës. Kështu ata ngritën së bashku atë, pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam e mori me duart e veta dhe e vendosi në vendin e tij. Pra dhe kështu me këtë ngjarje u bë mundur që mos kishte konflikt midis fisëve, edhe kështu morën që të gjithë pjesë që ta vendosin bashkë pra gurin e zi në Qabe. Robert Allahut, këto 3 ngjarje të mëdha që ndodhen para pejgamberisë së tij tregojnë qartë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte i njohur për drejtësi, për mbrojtjen e të dobëtëve, për besnikëri dhe ruajtjen e amanetit, për thënien e së vërtetës dhe për respektin që gëzonte në mesin e njerëzve. Për ndryshe, Kurejshet nuk do ta kishin marrë për gjykatës atë, përkundrazi që të gjithë ishin të kënaqur që ai u bë gjykatës i tyre. Po ashtu nga Herakliu, po ashtu transmetohet se kur Herakliu e pyeti Ebu Sufjanin, duke i thënë, a e akuzonit ju atë për gënjeshtër para se të thoshte atë që po thot, do më thënë para shpalljes, ai tha jo. Herakliu tha a tradhton ai, pra e shkel besën, ai prapë sërish tha jo. Pastaj nga fundi i bisedës, Herakliu i tha, unë të pyeta, a e akuzonit atë për gënjeshtër para se të thoshte atë që tha, dhe ti më the jo. Atëherë unë e kuptova se ai, pra pejgamberi, nuk do ta linte gënjeshtër ndaj njerëzve dhe pastaj të gënjente ndaj Allahut. Pra një njeri që nuk thot gënjeshtra për njerëzit, të cilët janë krijesa, kur nuk do të thot gënjeshtra për Allahun, i cili është krijuesi. Sepse një njeri që ka frikë pra të gënjej për njerëzit, ai është më parsori që t'i friksohet Allahut dhe kur nuk do të gënjej për Allahun e lartësuar në shpalljen që erdhi. Dhe kjo na mëson se Allahu i madhëruar e përgatiti të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, duke stolisur atë me virtyte të bukura dhe cilësi të larta, për barrën e madhe të shpalljes dhe të udhëzimit të njerëzve, me qëllim që kur atij t'i zbriste shpallja, idhujtarët mos kishin argument kundër tij. Prandaj kush dëshiron lumturinë në këtë botë dhe në botën tjetër, le të ndjek rrugën e tij, le të kapet fort mbas sunetit të tij dhe le ta marrë atë si shembull në besim, në moral dhe në sjellje. I lutemi Allahut na bëj për atyre që e duan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që e pasojnë sunetin e tij dhe që vdesin mbi tauhid dhe qëndrueshmërinë e fe. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.